Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në episodin e 12 të Gritroj Podcast. Sot dua të flas shumë thjesht për mënyrën se si qeveria dhe opozita e gjithë paria e Tiranës, e cila është një shërbëtore krejtësisht e verbër e Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, si ata i trajtojnë shqiptarët si sklever, dhe sot duhet të ndalem në një episod shumë domethënës që na tregon tamam se si na shohin ne ata, që na tregon se si ata e perceptojnë shqiptarin e thjesht, dhe duke folur për këtë punë, ndoshta kuptojmë se çfarë mendimi real ka paria për shqiptarët. Dhe episodi që dua të flas sot është episodi i takimit të kryeministrit në Kuç të Vlorës me kryebashkiakët të cilëve po jua ndërpret mandatin me anë të reformës territoriale. Në fakt nuk po ju ndërpret, por po ju thjesht po ju heq mandatin duke i shkrirë dhe duke i bashkuar me bashkitë të tjera. Ka një vend specifik ku du të ndalem sot, dhe është një çështje e cila është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe është prononcimi i tij, i cili nuk e gjen më nëpër YouTube, po unë e kam gjetur në një faqe interneti, në një faqe Facebooku që t'jem më i qartë, ku fare me sinqeritet ai pranon mënyrën se si e sheh ai Vlorën, popullin e Vlorës që e ka votuar sepse është dhe deputet i popullit të Vlorës, dhe gjithë qytetet e Shqipërisë dhe gjithë Shqipërinë. Praktikisht kryeministri në atë klip, të cilin do ta shihni këtu, që besoj që e keni parë edhe në lajme, sepse ditën e parë doli, po pastaj u zhduk, na tregon ne shqiptarëve se si na sheh ai ne. Praktikisht ai thotë që Vlora nuk është më një qytet shqiptar, është një qytet i ndërkombëtarëve, është një qytet me potencial ndërkombëtar, ashtu siç do të jetë edhe e gjithë Shqipëria. Këto nuk janë fjalët e mia, këto janë fjalët e kryeministrit të Shqipërisë, atij që drejton sot qeverinë, e atij që është sot kryetari i vendosur nga paria antikombëtare e Tiranës, si drejtuesi i shtetit shqiptar dhe i cili është në shërbim të plot pa asnjë lloj kompromisi të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, e cila është padroni i ri i shtetit shqiptar dhe e cila ka për qëllim t'ju skllavërojë të gjithë ju dhe të gjithë shqiptarët dhe ata që nuk e pranojnë këtë skllavërim, t'i largojë, t'i kthejë në emigrant, t'i kthejë në njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj ndikimi në jetën publike në Shqipëri, dhe ajo që është më kryesorja, të shkatërrojë një herë për gjithmonë kombëtarizmin shqiptar, pra shpresën e çdo shqiptari për të jetuar si njeri i lirë, si njeri me nder, në një komb shqiptar të përbashkët, i cili mbrohet nga një shtet shqiptar i konsoliduar, brenda mundësive që kemi ne, pra të gjithë instrumentat e shtetit të cilat sot i përdor kundër secilit prej jush, kundër atyre djemve, vajzave në demonstrat, kundër jush në qoftë se nuk paguani dritat, kundër atyre nënave që shesin 2 fije sallat, sepse ato nuk mund të kalojnë pa u kapur, ato nuk mund të kalojnë pa u taksuar. Shteti ka nevojë për paratë e tyre, ndaj ka dalë pronari i ri që të miel dhe të vjel sa më shumë para prej jush, e nxjerr nga pleshti dhjamin nëse duhet. Mirë po, ata vetë kanë statusin e investitorit strategjik, ata vetë vinë me anë të kryeministrit, vinë dhe bëjnë sikur investojnë miliarda dollar, por ndërkohë blejnë copa pjesë të Shqipërisë. Ata vetë nuk i hyn një gjem në këmbë kur nuk i përmbahen kontratave. Atyre ju jepet kontrata sa më e volitshme që të jetë e mundshme, ose më e volitshme e mundshme në gjithë botën, sepse ata ndërkohë kanë lyer rrotën e qerres, siç thot populli shqiptar, dhe kanë paguar të gjithë këta hajnat dhe maskaret që janë në drejtim të shtetit shqiptar, dhe ndërkohë që këta pasurohen, pronari merr të gjitha paratë e mundshme, se pronari e ka atë të vetën 10-100 fish më të madhe, dhe ju skllavëroheni ose detyroheni që të bëheni emigrant me zor. Pra dy janë zgjedhjet që na lë kjo pari, ose sklever ose të ikur. Por
pa asnjë që të mos ta avonojmë shumë këtë punë, le të shohim klipin që ku kryeministri përshkruan mënyrën se si e sheh ai Vlorën dhe me anë të Vlorës çdo qytet të Shqipërisë, çdo shqiptar dhe çdo kënd që jeton sot në shtetin shqiptar. Le ta ndjekim. Vlora s'është më një qytet i Shqipërisë, fare. Vlora është një destinacion i botës. Do më thënë, si që dëgjon tër planeti për destinacione turistike që i di gjithë bota, ashtu do futet edhe Vlora aty, edhe Shqipëria pastaj me Vlorën bashkë. Kjo është e sigurt. Se nuk është vetëm puna se po mbyll atë radio se më shkatrove, çe ke këto? Po ç'a dëgjon lajmet atje, ç'a bën? Të lajmërojnë për lajmet atje. Po ç'a të them? Dhe keni parasysh dhe gjë të fundit. Ky investim që do të bëhet në atë zonë, do të sjellë shumë investime të tjera për të blerë këtu pasuritë patundshme, shtëpi, për të blerë apartamente, për të hapur biznese, për të bërë restorante, për të bërë, është efekt zinxhiri jashtëzakonshëm. Ç'a t'ju them unë më shumë? Mua kështu më vajti jeta. Për çdo gjë, për çdo ndryshim, gjithmonë onxhobonxhot përballë. Në disa raste pastaj edhe të tjerë që nuk kanë lidhje me onxhobonxhot, po që preken dhe shqetësohen se do shkatë si do bëj ç'a. Ore do vinë ata nga ana e anës. Me 4 miliard, me emrin që kanë, që kanë gjysmën e botës armiq. E do vinë këtu të vrasin pelikanë, të hedhin beton që të bëhen zhele në sytë e gjithë planeti, po a jeni vetë apo si? Si do Ja pra të dashur miq që kjo ishte deklarata e kryeministrit dhe siç e pat, aty ka shumë çka për të diskutuar, por do ta fillojmë një analizë me qetësi duke e marrë një nga një. Pikë pari, si duhet interpretuar kjo që tha kryeministri. Kryeministri doli dhe aty përpara disa njerëzve të cilët i trajtoi si berra, që s'kishin asnjë lloj vlere, dhe mënyra se si u drejtohet atyre tregon se çfarë respekti mund të ketë ai njeri për këta shërbëtor të popullit. Do të thotë që nuk ka fare respekt, i trajton si berra, i trajton si njerëz të cilët janë në nivelin e tij, sepse që ta dini, Paria e Tiranës na sheh të gjithë ne të tjerëve si njerëz në nivelin e tyre. Ata duan që të jenë, ata kanë punuar gjatë gjithë këtyre 36 viteve, që ata të jenë dhe të mbeten me shumë breza, të ashtu quajturit, frëngjisht i thonë nouveau riche, kurse shqip ne themi borgjezia e re, pronarët, të cilët në fakt nuk janë as pronar, por janë qehallar të dikujt tjetër, ati pronarit real, që është Sindikata Ndërkombëtare e Krimit. Por për karshi shqiptarëve, kur takohen me ju, ata janë të fortët, janë ata që janë më të zgjuarit, ata që janë më të diturit, të cilët ju trajtojnë ju dhe të gjithë ne tjerët sikur të ishim njerëz të dorës dytë, sikur të ishim njerëz që nuk kemi asnjë lloj vlere, dhe jo sikur të ishin ata shërbëtorët tanë. Pra në një shtet komb, ai që shërben popullit është shërbëtor. Sigurisht që përzgjidhet nga populli për cilësitë që ka dhe për shumë gjëra të tjera, por mbetet nga fillimi deri në fund shërbëtor. Këta nuk sillen si shërbëtor, siç e pat, këta sillen sikur të jenë pronar, këta sillen sikur të jenë qehallar të një beu të madh i cili nuk pyet fare as për ju, as për njerëzit tuaj, as sa vite keni ju atje, sa shekuj keni ju në ato toka, as se sa autokton jeni, nuk pyet për asgjë. Thjesht në këtë shoqëri ku ai që ka paran vendos, kryeministri thot, un kam edhe gurin, edhe arrën, edhe paren, edhe pronën, pavarësisht çfarë tapiash e çfarë gjërash ke ti, unë i kam të gjitha në dorë dhe unë i bëj të gjitha siç dua unë, dhe ti nuk ke asnjë lloj shansi që të guxosh, të mendosh ndryshe e jo më të kundërshtosh. Kush? Ata janë bonxhobonxhot, ata që guxojnë dhe e kundërshtojnë këtë shitje që kryeministri i ka bërë vendit
të cilin duhet ishte i veti, po me sa duket të cilin e sheh thjesht si një bashkësish sklevrish që të shërbejnë objektivave dhe qëllimeve të tija. Pra, pikë pari ishte toni me cilin ju drejtuat gjithë atyre me një përbuzje të thellë që tradhton atë që ai realisht mendon për të gjithë shqiptarët. Jo thjesht për ata që ishin aty, sepse ata aty janë njerëzit e tij, por për të gjithë ju, për të gjithë ne, kushdo që guxon dhe ka mendje të lirë, mendje që mendon me mendjen e vet, të gjithë këta nuk bëjnë për kryeministrin. Këta janë njerëz që më mirë të ikin ç'duan, këta janë bonxho. Nuk i duan gjë njeriu këta. Nuk i duan Paris këta. Kush mendon me mendje të lirë nuk duhet. Duhen sklevrit, duhen të bindurit, duhen ata që thonë si urdhron shoku kryeministër ose zoti kryeministër, se tani kemi ardhur edhe në kapitalizëm dhe ka ndryshuar gjuha, po kuptimi mbetet i njëjtë. Gjëja e dytë që duhet vënë pa është që ajo që përbën skandalin e vërtet, po ta lexoni me kujdes, po ta dëgjoni me kujdes, se kjo është me video dhe me figurë, pra nuk thot dot që se kam thënë. Dhe nuk thot dot që jo, po konteksti, unë nxor jashtë konteksti, ja ka thënë njerëzve të tij në sy, ja ka thënë vlonjatëve, pikë pari, ose lebërve, po themi, se labëria dhe vlora nuk duhen njësuar, nuk është e njëjta gjë, labëria është tjetër dhe vlora është tjetër, pavarësisht se janë pjesë të njëjtës krahin gjeografike, por ai ka thënë vlonjatëve, ju ka thënë lebërve, ju ka thënë gjithë atyre njerëzve që dikur kanë qenë burra me namuz, dhe që nuk të duronin një gjysmë fjale, të cilët nuk të duronin një gjysmë fjale, të cilët të respektonin, të cilët t'jepnin kafshatën e fundit të bukës nëse e kishin në shtëpi, zakonisht kishin edhe nga një gotë raki, por nuk të lejonin që ti cënoje nderin as edhe një qime. Gjithë ata burra që dikur kanë qenë burra me namuz, që dikur kanë pasur nder e fytyrë e erz, që nuk të lejonin që ti cënoje as një qime nga mustaqet, sot ulen dhe dëgjojnë një kryeministër arrogant, çapaçul, anti-shqiptar, që nuk i do shqiptarët, i cili pa pikën e turpit na thot të gjithë neve që Vlora nuk është më as e jona, as e Shqipërisë, Vlora është e ndërkombëtarëve. Zotëria e ka shitur Vlorën dhe rrethinat. Zotëria thot që do të vinë 4 miliardë euro. Çdoni më shumë ju, o katundar. Çdoni më shumë ju, o vlonjat. Çdoni më shumë ju, o malokët e veriut, që s'kuptoni fare nga këto punë. Po ju vinë parat. Para deshet, para morët. Pastaj, avash, e shtoj dozën. Avash, tha, do të filloj të shitet çdo pjesë e Shqipërisë, do të filloj tha të blejnë tha dhe shtëpiat, pra përveç tokës që është shitur atij që do të investoj 4 miliardë, do të blehen apartamente, do të vinë të gjithë ata pjesëtarët pasanik të sindikatës ndërkombëtare të krimit dhe do ta blejnë atë. Pra do të jetë dy fish e zën ajo tokë, me tapit të dy fisht, edhe pronari i truallit, edhe pronari i asaj që ndërtohet mbi truall, dhe të vetmit njerëz që ngelen, po themi me gisht në gojë për të ruajtur edukatën, janë shqiptarët, janë ata që ishin aty në atë dhomë, janë kuçjotët, janë lebrit kudo që janë fterriotët, janë kudo që të shkonin në labëri ose në lumë të Vlorës, të gjithëve atyre ju a thaj pa ju dridhur qerpiku, pa i bërë tërt. Dhe ju tha, ju jeni sklevrit e mi, nëse doni që të funksiononi mund të jeni kriminal, merrni herë me hashash, herë me prostituta, herë me gomone, herë me ndonjë gjë tjetër, se tani kanë filluar laboratorët e asaj substancës tjetër, se jemi bërë popull banane dashës tani. Çdo gjë mund të merrni, deri dhe bananën mund ta merrni, por asgjë më shumë nuk mund të pretendoni. Pse? Sepse këtu flitet vetëm për para. Këtu flitet vetëm për përfitim. Nëse ka përfitim, çdo gjë tjetër del jashtë nga dritarja. Këtë tha kryeministri me ato fjalë. Pavarësisht se si e trajtojnë ato në emisionet e darkës,
të gjitha gënjeshtrat, të gjitha rrena, pavarësisht se si e trajton edhe vetë e ashtu quajtur opozit. Sepse nëse doni ta dini, ajo që i thot vetes opozit, nuk ka as edhe një farë qëllimi që ta ndryshoj këtë. Ajo thjesht do që të vijë një herë tjetër vetë, e të fillojnë të ngopen, thonë, tani na ka ardhur zogu në dorë dhe një herë tjetër, ju merrni pakicën, ne marrim shumicën e gjërave dhe lidhen edhe një herë tjetër me po të njëjtit njerëz. Sindikata Ndërkombëtare e Krimit i kontrollon të gjithë, i ka të gjithë nën thundër, ju a ka bler gjakun jo një herë, jo 2 herë, po 10 herë, dhe tani më çdo gjë është e kopsitur. Nëse nuk ndryshon ky sistem, çdo gjë është e kopsitur nga të gjithë. Dhe këtë e shprehu haptas, qartë, pa ju dridhur qerpiku, kryeministri i shtetit shqiptar, i cili është në fakt kryesuesi i një parie antishqiptare, shqiptarizuese, që duhet marrë zvarr, duhet hequr zvarr nga pushteti. Kjo ishte pjesa, skandali më i madh i asaj deklarate. Por ai vazhdoi dhe më tej fjalin. Sepse nëse kjo do të ishte thjesht një problem i popullit të Vlorës, ose i lumit të Vlorës, ose i Labërisë, me gjithë respektin dhe simpatin që unë kam si shkodran në origjinë për atë krahin të Shqipërisë, problemi do të ishte deri diku i kufizuar. Çështja e vlonjatëve do të mund të thonin pjesa tjetër e shqiptarëve. Jo, po nuk është çështja e vlonjatëve, sepse kryeministri me shumë qetësi, pa i u dridhur qerpiku fare, pa në sy të gjithë katundarët, qytetarët, shqiptarët në gjithë Shqipërinë, dhe i tha, si Vlora edhe gjithë Shqipëria. Si mos si Vlora edhe gjithë Shqipëria? Si mo gjithë Shqipëria vend ndërkombëtar? Po ne shqiptarët më ku do ngelim? Po ne qa do kemi? Po ne qa në lezot rote? Asgjë. Ju shqiptarët mbyllni gojën, merrni ca para, bleni ndonjë apartament këtu, dilni me pushime, bëni dhe të gjitha këto videot e këto gjërat në TikTokun e këto që i keni në Instagram, dhe t'ju duket vetja sikur jeni mirë, po kaq meritoni. Asnjë lloj ndikimi nuk do të keni më. Kjo tokë nuk është më e juaja, kjo tokë është duke ju shitur dal, për para, duke ju thënë që është në të mirën tuaj, se do të vinë investimet. Kujt do që paraqet çmimin, ka një sindikat ndërkombëtare të krimit e cila e kontrollon të gjithë këtë punë. Që t'jemi sinqert, unë e kam thënë prej shumë vitesh që po të hapen letrat e pronësisë në jug të Shqipërisë, dalin çuditëra. Shumë prej atyre të cilët ju i konsideroni si pasanik, si njerëz që investojnë në për resorte të tjerë, janë thjesht njerëz që mbartin një emër. Janë thjesht njerëz të cilët punojnë për grupe të ndryshme brenda sindikatës ndërkombëtare të krimit, e cila tani më i ka shtrirë kthetrat kudo, e cila tani më ka kapluar çdo lloj grupimi, sepse kanë dorë çelësat. Dhe ai që ka çelësat është pronari i shtëpisë. Letrat mund të thonë çfarë të duan për momentin. Kushtetuta për momentin thotë që Shqipëria është e shqiptarëve. Por çelësat i ka tjetër kush. Ai që ka çelësat është pronari real i shtëpisë. Sepse nuk mund të jesh ti pronar i shtëpisë nëse ti nxjerr një copë letër, po nuk hyn dot në shtëpinë tënde, nuk rrin dot në shtëpinë tënde. S'mundesh. Si je ti pronari real? Të rrofshin letrat, i themi ne shqiptarët. Por asgjë reale nuk kanë ato letra. Ato letra janë thjesht formale. Nuk i vlejnë askujt, sepse në realitet pronari është ai që e gëzon pronën. Pronari është ai që ka çelësat. Pronari është ai që merr vendimet. Dhe kryeministri na tha pa ju dridhur qerpiku. Pa i bërë syri tërt që ky vend nuk është më juaj, joni, nuk është më i shqiptarëve, është një qytet ndërkombëtar Vlora. Shqipëria do të bëhet një vend ndërkombëtar. Do ta hapim ndaj kujtdo që të vi. Dhe arsyeja pse do ta hapim është sepse të gjithë njerëzit kërkojnë vetëm para. Sipas mendimit të kryeministrit. Kjo ishte pjesa e dytë e skandalit. Pra,
skandali i parë ishte që ai deklaroi vlorën qytet ndërkombëtar dhe jo të shqiptarëve. Vlora nuk është më e shqiptarëve, thashë ndërkombëtarëve. Skandali i dytë ishte që ky Papi Turbi deklaron që përveç Vlorës do të bëjmë dhe çdo pjesë tjetër të Shqipërisë. Kaq meritoni ju, kaq kuptoni ju, s'dini më shumë ju, lërna, mos mu bëni bonxho mua, se i di unë ato punë. Do t'rregoj unë se si bëhen punë. Dhe duke qenë që ky ka filluar procesin, ka shumë kohë të dhënies së gjithë Shqipërisë, të bërjes së gjithë Shqipërisë vend ndërkombëtar ku fitohen parat, duhet parë pjesa e tretë, skandali i tretë është kush i fiton këto para. Sepse zotëria tha që do të investohen 4 miliardë. Nga vijnë këto 4 miliardë, skandali i tretë, dhe kush i investon, kush është investuesi real i tyre, dhe kujt do t'i shërbejnë këto, sepse dakord edhe në qofshin ato 4 miliardët që vinë nga burime legjitime. Po e marrin për të mirëqenë që nuk janë parat e Artur Sheut, po janë burime legjitime. Pavarësisht se gjykatat kanë filluar të shohin që dhe aty kishte një lojë, ishin munduar t'ia fusnin edhe dhëndrit presidentit Trump. Se këta mendojnë që ja fusin gjithkujt, ja fusin edhe Zotit. Këta nuk kanë frikë nga Zoti, nuk ka se si të kenë frikë nga poshtërsirat e tjera. Por po e marrin për të mirëqenë që ato para janë para të sakta, të pastra. Do të bëhet ky investim 4 miliardë. Në radhë parë kush do ta kontrollojë cilësinë? Në radhë dytë kujt do t'i shërbejë? Po të jetë puna për kontroll cilësie, shteti shqiptar nuk kontrollon asgjë sepse marrin ca lekë në dorë ata dhe mbaron historia. Por po themi gjithashtu se ai që do ta ndërtojë në mënyrë të tillë që të bëhet mirë, që të ndërtohet mirë. Jo për të ruajtur Shqipërinë, sa që nuk vjen për të ruajtur florën dhe faunën e Shqipërisë. Ta vinë për të fituar para, se në fundit e gjithë bota për para është. Kështu na tha kryeministri. Ne jemi vend ndërkombëtar tani. S'kemi më as duhet quhemi Republika Ndërkombëtare. Duke qenë që këto para do të vinë, do të investohen, kush do të përfitojë? Kush do t'i blejë ato? Kush do të vitë pushojë aty? A mendoni ju që shqiptarët do jenë ata që do të përfitojnë? A mendoni ju që ky do të vjel taksa pronarëve real? Ky do t'ju tundi copën e letrës që ka pronarëve real? Kujt i ka marrë taksa ky deri më sot? A i ka marrë taksa ndonjë oligarku të brendshëm? Kujt i merr taksa ky? Ky thjesht bën pazare me të gjithë. Si ky dhe ai përpara këtij, si ka ai përpara këtij dhe të gjitha të tjerët. Edhe ata që janë në burg të punë kanë bërë, mos keni merak. Prandaj janë në burg. Kështu që problemi këtu shtrohet shumë i thjeshtë. Ore, për mua, ku është përfitimi? Mua si shqiptar ku më del qari këtu? A kam qar unë apo s'kam? Dhe përgjigjja e kësaj pyetje është që nuk ka asnjë lloj qari, sepse po të kishe. Kryeministri do ta thonte që shiko, do të bëhen kaq, shqiptarët do të përfitojnë nga këto. Po nuk jep shifra, jep thjesht gjëra të përgjithshme se mendon që se kaq mendojnë këta, kaq din këta marr, jepi marr këtyre 2 fjalë aty se po bën shumë zë dhe mbyll marrgojën ti aty se na më tërbove marr me atë radion, me çfarë bën ti aty. Kjo është mënyra me të cilën Paria e Tiranës i trajton njerëzit, i trajton shqiptarët dhe me të cilën ajo ka funksionuar gjatë këtyre 36 viteve. Të mos keni asnjë lloj dyshimi. Edi Rama është më harbuti ndër ta, të tjerët ndoshta kanë çik më shumë takt, po të kesh takt nuk do të thotë që të mos ia fusësh njerëzve të tu me po aq zell. Të njëjtën gjë kanë bërë të gjithë. Janë shtirur si njerëz të demokracisë, se çfarë do lloj prralli që keni dëgjuar për tyre është prrall. Është prrall sepse ata kanë një dhe vetëm një qëllim. Para për xhepat e tyre dhe për çdo që vjen dhe ju ofron ato dhe kanë shitur me ndere me thënë edhe familjet e tyre për atë punë. Nuk e kanë problem fare. Po të jetë puna për para nuk kanë as nder, as fytyrë, as erës, as gjë. Dhe të vim tani tek problemi i fundit që do të trajtoj sot, sepse e gjitha kjo duhet përmblidhet. Po mirë, shumë mirë, po nga e di ti mund të të pyesi dikush. Ti që fletore, je pak si shumë utopik, je pak si shumë teorik. Ku e di ti që kryeministri do t'i bëj këto punë? Nga e di ti?
Përgjigjja e asaj pyetje është shumë e thjeshtë. Unë jam një njerëz si ju, thjesht përpiqem që të vëzhgoj me pak më shumë vëmendje se sa ju. Dhe ai që vëzhgon me pak më shumë vëmendje se sa ju, e di që kryeministri në bazë të edhe shumë raporteve të medias, asaj pak media që kanë ngelur dhe që bën hetime, pra gazetarëve hetimor, kryeministri ka të gjitha planet gati, nuk është që nxjerr gjë, nuk është që ka kundërshti, se shumë kush mund thotë, po mirë mo, po kemi deputetët mo, po kemi njerëz me integritet mo, do dalin ata dhe do ta kundërshtojnë parimisht, pavarësisht se kryetari i tyre del dhe u thotë. Mirë, po ajo që ndodh në realitet është që të gjithë mbyllin gojen. Sepse kushdo hap gojen mendon që prit më një herë se privilegjit e mia, mor po rroga, mor po ai tenderi, mor po kunata që kam shtirë në punë, mor po vllai që ka një biznes që mori një tender ke ministria XYZ. Unë të përpiqem për këta? Unë të përpiqem për këta sklevrit që nuk ngrehen për veten e tyre? Po jo, po pse të ngrehem mon, po bëjmë një lek tani me njëri tjetrin? Shu e ka Shqipëria. Kaq tash është utopike, ç'a mendoni ju tani do bëkeni ju? Shtet real, do kultivoni ju komp. Pa lëre atë punë tash ne e dim ne këtë punë. Kjo është ajo që del prej tyre. Kjo është ajo që mund presësh nga parlamentarët. Janë gjithë legena të kategorisë superiore. Nuk ka asnjëri asnjë gram dinjitet që dali dhe thotë, shiko, këtu po ndodh 1, 2, 3, 4, 5. Nëse duhet që unë të largohem, unë do t'i them këto sepse një fytyrë kam, një jetë kam, më mirë jetoj si njeri që kam 5 lek, por me fytyrën e pastër, se sa një njeri që ka 5 milion euro, po nuk del dot në pazar sepse të bështynit gjyn me vezë. Nuk presim dot prej tyre, kryeministri ka të gjitha letrat gati, i ka të bëra gati, ja kanë bërë gati Sindikata Ndërkombëtare e Krimit, dhe ai thjesht pret që t'i nxjerrë gradualisht. Dhe kur i nxjerr me vendime qarkulluese, nuk kalon askund, askush nuk mund të flasë gjë, mund edhe të bëjë ndonjë tani në shtator ndonjë ripërzierje të qeverisë që t'i ketë gjithë për vete dhe përfundon e gjitha histori bëhet kaposhi një thel, të gjitha gjërat përfundojnë aty ku don Sindikata Ndërkombëtare e Krimit. Atëherë, për ta përmbyllur, se përmbledhja u bë, pyetja e fundit është, po mirë më vlla, po cila është zgjidhja? Ç'a të bëjmë ne? Zgjidhja është një dhe vetëm një. Në këtë moment jemi këtu ku jemi, e kaluara duhet na shërbej thjesht si një pasqyrë për të ditur ku jemi dhe ku duhet shkojmë. Nuk mund të rikthehemi me syt nga e kaluara, ne duhet shohim me syt nga e ardhmja. Sot jemi që ka një grup të konsiderueshëm shqiptarë, të rinj të reja, edhe në mosha të tjera, po në pjesën më të madhe janë të rinj të reja, të cilët kanë kuptuar se duke pranuar kompromiset e kësaj parie, po shesin të ardhmen e tyre. Pra, nuk është çështja thjesht tek fytyra, se fytyra morali është një gjë që duket si abstrakte, si utopike për ndonjërin, që se ka provuar kurrë të jetojë me nder. Por, këtu është puna që këtyre po ju hiqet e ardhmja praktike. Të rinjve dhe të rejave shqiptar janë mbyllur të gjitha rrugët praktike, sepse në një ekonomi të kriminalizuar nuk ka mundësi për njerëz normal. Në një politikë e cila i shërben padronit, nuk ka mundësi që dikush t'i shërbej vendit vet. Në një shoqëri e cila udhhiqet nga parimet e krimit, nga parimet e suksesit në bazë të atij që bën para në çfarëdo lloj mënyre, dhe që udhhiqet nga moda më e fundit e 20 viteve më parë, askush nuk e kupton që modat që ndiqen në Shqipëri janë 20 vjet kaluara, pavarësisht se dalin në TikTok dhe në Instagram, sasia e modave që kalojnë nëpër Shqipëri është një sasi e frikshme, tregon një sipërfaqësi të frikshme të shoqërisë, sidomos në rrethin e parë të Tiranës, ku të gjithë shohin thjesht atë çka ju pasqyron algoritmi ndërkombëtar. Pra, po të mos ketë mundësi, një shoqëri e tillë nuk i po të mos ketë ndryshim, një shoqëri e tillë nuk i ofron asnjë lloj mundësie një të riu ose një të reje që është edhe shkolluar jashtë, që do të jetojë me nder dhe do që të krijojë një jetë vetën.
në mënyrën e vet. Nuk mjafton pra. Thjesht paraja nuk mjafton pra. Thjesht parat e babit, mamit, nuk mjaftojnë thjesht pushimet e bukura, sepse vjen një moment ku njeriu do të jetojë një jetë me kuptim. Kushdo, edhe njeriu më i thjesht do të jetojë një jetë me kuptim. Por kur vjen puna tek njerëzit që janë më poshtë, ata duan pastaj që të jetojnë të lirë. Çdo kush do donte të jetonte i lirë. Nëse doni të rrini sklever dhe vazhdoni në këtë rrugë. Nëse jo, dilni aty në atë sheshin me ata të rritë të reja dhe profesionistët që kanë guximin të dalin atje. Rebeloni ndaj kësaj parie, jepini kësaj parie reston që meriton, sepse ata meritojnë që të tërhiqen zvarr. Ata nuk meritojnë që të merreni shumë me fjalë. Ata meritojnë që këtyre t'ju hiqet në momentin më të parë çdo e drejtë për të ushtruar pushtet. Dhe kjo punë bëhet duke mbështetur ata njerëz. Për çfarë ta bëjmë këtë? Është pyetja e fundit. Për çfarë ta bëjmë këtë? Ta bëjmë këtë gjithë bashkë për të ndërtuar një sistem të ri, një sistem që nuk do të jetë perfekt, një sistem që do të ketë dhe ai defektet e veta, por ama do të jetë i nisur nga shqiptarët për shqiptarët. Do të jetë një shtet i cili do të bëjë shtrëngesa ndaj gjithkujt, edhe ndaj nesh, edhe ndaj teje që do dalësh protestosh. Pra do dalësh të protestosh për një shtet që do të shtrëngojë nesër. Por kjo lloj shtrëngese, nëse bazohet tek kombi shqiptar, pra kemi një shtet dhe një komb, shtet kombi shqiptar do të jetë pastaj instrumenti më i qartë drejt një jete ose pjese të mbetur të jetës ose të brezarve të ardhshëm, që të jetojnë me nder, që të kemi një ekonomi normale, që mos ta lejojmë sindikatën ndërkombëtare të krimit ta glabrojë të gjithë Shqipërinë. Kjo është momenti i fundit. Për te kësaj do të dënojmë nëse ju nuk i mbështesni ata të rjetë reja, nëse ju nuk bëheni shpatulla e tyre, nëse nuk i dilni krah për krah, atëherë ky do të jetë shansi i fundit për disa breza. Shansi tjetër nuk dihet se kur do të vi, mund të vi kur asnjëri prej nesh mos jetë më gjallë. E deri atëherë do të ketë shumë vuajtje të gjithë këtyre brezave të ri, do të ketë shumë vuajtje të gjithë juve që mendoni se keni fituar diçka, se mendoni se keni vendosur një qetësi në jetën tuaj, një stabilitet, një qëndrueshmëri në jetën tuaj, por që paria e Tiranës po ju thith gjakun pa u ndjer nga brenda dhe që ju trajton sikur të jeni asgjë, sikur të jeni sklever, bile edhe më pak se sa sklever. Dhe ju thot që Vlora, gjithë Shqipëria është qytet ndërkombëtar dhe ju jeni vetëm të ftuar në vendin tuaj. Mendojeni këtë punë dhe analizojeni këtë që sapo thash dhe shihni nëse kjo që them unë i pasqyron realitetin bazuar në atë që ju tregova, në atë videon që ishte video reale e kryeministrit, po që është mendësia e gjithë Parisë së Tiranës. Thënë kjo, do ta mbyll me shprehjen e protestuesve, Shqipëria shqiptarëve, atë që meritojnë tradhtarëve, dhe deri herën tjetër, deri në episodin tjetër, ju faleminderit dhe ditën e mirë.